po përgatis një smoothie për detox dhe për të pastruar zorët më shumë. Kam hedhur në një filxhan një lugë chia, i kam lënë rreth një orë që chia të marrë atë formën e trash. Do hedhim kastravec në një blender, selino të prera, do shtoj ananas të prerë në kupa dhe në fund do hedh farat e qias me ujin. Disa persona shtojnë edhe ginger, por nëse merrni mjekime imunosupresant, që janë mjekimet pas transplantit, nuk rekomandohet të përdoret gingera, sepse jep efekte anësore me ilaçet. Kujdes, kjo përzierje nuk ju dobëson, është vetëm për pastrim. Pasi e kam bërë në blender, tani besoj se do ta përdor, por rreth 2 javë për të pastruar trupin. Ju bëftë mirë!